Emocion, nostalgji dhe mshuri dhe guxim. Këto ishin fjalët më të shpeshta që u thanë për filmin Era të regjisores Sparta Kelmendi, premiera e të cilit u dha mbrëm në Shkup. Që në minutat e para, publiku e kuptoi se ky nuk ishte film, por një kujtesë e gjallë e viteve 90-ta në Kosovë. Njeriu edhe është i krijuar që të harroj, po shqyr që kemi artit, na rikujtoi gjërat që kemi përjetuar si popull edhe me u fetisu më shumë, me vlerësu njëri tjetrin më shumë. Nëse do e përshkruaj me 3 fjalë këtë film, cilat do të ishin? Emocional, familjar shumë, edhe i dhimbshëm. Realisht, krejt që ishim në sallë, më duket, krejt ishim kështu mbas filmit, edhe na ka dhënë një përshtypje tepër të mirë. Besoj që është një zhandër i filmit i cili realisht edhe na mëson pak neve, ndoshta që edhe s'kemi qenë atë periudhë, ta kuptojmë pak më mirë gjendjen e asaj kohe në Prishtinë, në Kosovë, në përgjithësi. Regjisorja Sparta Kelmendi tregoi se ky projekt ka lindur nga nevoja për të kuptuar të kaluarën me qëllim që të shpjegojë veten dhe shoqërinë e sotme se pse janë ato që janë. Unë mendoj që ne jemi një popull që kemi kaluar në për situata shumë të vështira, jemi një popull shumë i fortë, kemi pas një rezistencë të madhe, edhe nëse ato që i kemi kaluar dhe i sot kemi mujt me i kalu, mujt me kalu gjithë shka tjetër. Kështu që forca është që ajo që na bën neve njerëz të veçantë. Për të sjellë filmin në jetë, Kelmendi tha se janë dashur 5 vite punë intenzive, por shprehet se ka dalë më mirë se sa e kishte menduar. Unë filmin e kom fitu, projekte në kom fitu në qendrën kinematografike të Kosovës 2017-ën, kështu që kanë kalu shumë vite prej atëhershit. Punë intenzive kanë qenë sidomos 5 vitet e fundit. Edhe nuk arrin gjithmonë me pru atë që e ki mendu, po shumë sende dolën shumë ma mirë se sa ato që i ki mendu. Se ndodhin farmagjie në set, kur punon me ekipën, se cili person për ekipës e jep kontributin e vetë artistik. Filmi Era së shpejti do të nisë të shfaqet edhe në Cineplex në Shkup. Filmi tashmë ka marrë vlerësime ndërkombëtare dhe ka qenë pjesë e seleksionimit zyrtar të Brooklyn Film Festival. Premiera do të vazhdojë të jepet edhe nëpër disa vende të Evropës.